Sipërfaqet e mbjella me kultura bujqësore në qarkun e Korçës kanë mësuar ndryshime të ndjeshme në vitin 2025 krahasuar me një vit më parë. Të dhënat zyrtare tregojnë se për disa kultura është shënuar një rënje e konsiderueshme, ndërsa për disa të tjera sipërfaqet janë rritur, duke reflektuar ndikimin e drejtpërdrejtë kërkesës së tregut. Në krye të listës së kulturave me rënje të ndjeshme është gruri, i cili ka zbritur nga 11.256 hektar në vitin 2024 në vetëm 8.105 hektar në 2025, një reduktim me mbi 3.000 hektar. Po ashtu edhe Misri ka njohur një ulje të lehtë nga 6.420 hektar në 6.305 hektar. Kultura të tjera bujqësore si elbi dhe qepa kanë shënuar gjithashtu rënje të lehta në sipërfaqet e mbjella. Ndërkohë, disa kultura kanë shënuar një qëndrueshmëri apo rritje modeste. Perimet kanë mbetur thuajse në të njëjtin nivel, me vetëm 2 hektar më pak në 2025. Patatja e njohur për rolin e rëndësishëm në ekonominë agrare të zonës është rritur lehtë në sipërfaqe nga 2.241 hektar në 2.228 hektar. Rritje ka shënuar edhe fasulja, duke kaluar nga 2.434 hektar në 2.453 hektar. Specialistë bujqësisë në qarkun e Korçës shprehen se këto ndryshime janë kryesisht të diktuara nga faktorë ekonomik dhe luhatje në kërkesën e tregut. Fermerët po bëjnë gjithnjë më pragmatik në zgjedhjen e kulturave që mbjellin, duke u orientuar drejt atyre që ofrojnë më shumë siguri, përshitje dhe përfitime financiare. Megjithatë, ekspertët theksojnë nevojën për politika mbështetëse më të forta dhe tregje të stabilizuara, në mënyrë që prodhimi bujqësor në Korçë të vijojë të jetë i qëndrueshëm dhe rentabel për fermerët.